Është shumë e rëndësi për mua që isha këtu dhe ju thash mendimet e mia dhe thash dëshminë time në këtë çështje. Se si erdhi pastaj kjo arresti, ekzistenca e arrestit në kokën time nuk më kujtohet sakt. Dëshiroj të them që ka qenë privilegj për mua të jem këtu. Pavarësisht që zgjati pak si shumë, është një kënaqësi e madhe për mua dhe është një përdorim shumë i rëndësishëm i kohës time. Dhe është shumë e rëndësi për mua që isha këtu dhe ju thash mendimet e mia dhe thash dëshminë time në këtë çështje. Disa prej këtyre gjërave ngelin në kokë, kështu nuk më kujtohet se kush më ka thënë saktësisht për flet arrestin që ishte lëshuar ndaj zotit Thaçi, më ka thënë dikush që më ka thënë apo kam lexuar, por më duket që më ka thënë lidhur me vështirësinë në situatën në cilën gjendi, se si duhet të kalonte përmes maleve kur udhëtonte të fshihej dhe se si erdhi pastaj kjo arresti, ekzistenca e arrestit në kokën time nuk më kujtohet sakt. Nuk kam qenë në dietnin të lëvizjeve të tij, por besoj që kur kam folur me të ai ka qenë në Kosovë. Pyetje, ju keni folur me të në Rambuje? Përgjigje. Po them gjatë kohës së bombardimit, unë mendoj që gjatë asaj kohe, sigurisht e kam parë në Rambuje, kam parë në Paris dhe në Kosovë.